Të nderuar shikues, asalamu alaikum. Mirë se vini në ciklin ton më të ri të emisioneve Familja. Në puntatat e shkuara kemi folur rreth zgjedhjes së partnerit. Kemi folur rreth bashkëtesës dhe se si duhet të jetë një familje ideale. Kush janë sfidat që kërcënojnë familjen, kush janë kriteret që zgjidhet partneri e kështu me radhë. Por sot jemi në një nga pikat më kulminante dhe më emblematike të krijimit të familjes dhe që është dasma. Për ta sqaruar më shumë këtë celebrim apo këtë eveniment të gëzueshëm, kemi sot mysafir Hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja. Hoxhë i nderuar, mirë se erdhët. Mirësevgjetëm dhe faleminderit. Atëherë fillimisht, a ka dasëm në Islam? Pyetja është më vend faktikisht sepse ka njerëz që mendojnë se këta muslimanë spartohen fare, këta s'bëjnë dasma si gjë, një të feju, këta e morin nusën direkt ke shtëpia. Faktikisht kjo nuk është e saktë. Domethënë ne muslimanët martohemi si gjithë njerëzit e tjerë. Normalisht dasma tek ne le të themi është e rregulluar, pra nuk ka le të themi problematika, përndryshe martohemi. Madje vjen dikush tek profeti alayhis salam, të ishte parfumosa, ishte vesh mirë. I tha profeti alayhis salam, mos ka ndodhur diçka? Tha po, profeti i Zotit, ta jam martuar. Tha pejgamberi se po gostia nuk bëre, pra dasëm nuk bëre. Tha jo. Atëherë tha pejgamberi alayhis salam, bëje i dasëm, qoftë duke thërë edhe një dash apo i dele. Pra ideja është e gostisë, e gëzimit, e shfaqjes gëzimit, sepse ne gjithmonë themi që martesa është bekim, dhe është hapi më i bukur dhe më i mirë që hedh njeriu në jetë. Atëherë këtë mirësi që na ka falë Zoti, mundohemi ta ndajmë edhe me të tjerët, që të marrim uratat e tyre, lutjet e tyre, bekimet e tyre, me kuptimin e duave, domethënë. Kështu që ka dasëm në Islam, ekziston dasma në Islam, domethënë, si më thon, është fundi i procedurave. Pastaj nga dasma mbrapa, aty pastaj fillon jeta bashkëtorë. Deri aty jemi me ëndra, deri aty jemi me lule, aty pastaj fillon 24 orësh, me kuptimin pra fillon jeta bashkëtorë, me kuptimin e plotë të funksionimit të saj. Kush janë disa nga elementet që përbën dasmat në Islam? Pra, folëm për gostin. Nuk e di, ilahi, këngë. Atëherë, për sa i përket dasmave, ne do të shohim pjesën e ftesës si fillim. Ne në Islam themi që muslimani ka disa detyrime ndaj muslimanit. Dhe ndër detyrimet që ka muslimani ndaj muslimanit është nëse ftohet për dasëm, pra nëse ftohet për gostin e martesës, duhet të përgjigjesh. Përveç se nëse ka ndonjë arsye madhore që nuk mund të përgjigjesh, smundja apo udhëtimi apo ndonjë angazhim që ti nuk lirohesh dot. Përndryshe, nëse dikush thon në rastin e gostisë, duhet të përgjigjesh sepse është vajxhib, pra është detyrë të përgjigjesh. Nëse ka arsye madhore, pra shëndetësore apo diçka tjetër, njeriu kërkon ndjes edhe mund të mos paraqitet. Për sa i përket të ftuarve, njerëzit e ftuar normalisht do të jenë nga njerëzit le të themi e afërt familjes, pjesa e parë, dhe duhet të jenë njerëzit e afërt me ty, pa bërë dallime për shkak të pozitës apo për shkak të pozicionit shoqëror apo të pasurisë që kanë njerëzit. Pejgamberi sa më ka thënë gostia më e keqe në rastin e martesës është ajo gosti që ftohen njerëzit me pozitë dhe lihen të varfrit. Pra ti do të ftosh gjakun tënd, nuk ka lidhje tani çfarë pozicioni ka ai në jetën shoqërore. Ai është gjaku jot, duhet marr gjaku. Njerëzit e afërt të tu që gjithmonë kanë qenë njerëzit e afërt me ty, domethënë jo njerëz që ti ke interesa mbas ftesës tyre etj. Pra kjo është ajo që duhet të parë për sa i përket. Tjetra është tek mënyra e bërjes së dasmës. Pra mënyra e bërjes së dasmës që është kjo që ju e cekët pak a shumë, është fakti që ne në dasma si më thon kufizohemi tek harami, pra me kuptimin nuk mundohemi që në dasmat tona mos ketë gjëra haram, siç janë pijet alkolike, siç janë ahengjet e kështu gjërash apo përzierjet e meshkujve me femrat, plus mundohemi që në dasmat tona mos ketë shpërdorim. Pra nuk duhet që në një dasëm, pse është dasëm, të shpërdorohet, pra gjërat duhet të jenë brenda normalitetit. Në momentin që nuk ka shpërdorim dhe në momentin që nuk ka harame, pra ato harame që unë i përmenda, atëherë dasma është okay, mund të zhvillohet, nuk ka numër të kufizuar njerëz, nëse janë mundësitë ekonomike, pra nuk ka as numër të kufizuar sa është minimumi dhe nuk ka numër të kufizuar se sa është maksimumi. Çdo njeri, si më thon, bën hesapet e veta, bën llogaritë e veta.
Ju përmendët që profeti Muhammed i tha atij personit bëni dasëm qoftë me një dash ose një qinç, fjala bie. Sot ka dalur le të themi në trend një mënyrë tjetër që janë këto banketet e hapura ku njeriu merr, pra kushtohet ngrënia e ushqimit apo mund të ketë edhe e rëndësishme është shenja dhe tjetë festa, tjetë shenja. Pra gjithë ideja është që të merret vesh, të dihet se filani është martuar me filanin, pra të merret vesh, pra të kuptohet, dihet që nesër pas nesër mos të ketë keq kuptime, nesër pas nesër mos të ketë fjalë. Pra gjithë ideja është gëzimin ta ndaj me të tjerët dhe e dyta të jepet lajmi, si të thashë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a'linu bin nikahi walau bid-daf. Pra tregoni se kur është bërë nikah, pra njoftoni se kur është martuar dikush, qoftë dhe duke ra defin. Pra dhe ka qenë si traditë e tyre, në ato shtëpia që gratë rrihnin defin, kuptohej se në atë shtëpi ka ndodhur dikush pra është martuar. Ju thatë gjithashtu që duhet me përgjigj ftesës, është obligim. Ndodh që familjarët e afërm e ftojnë fjala bie një person në një dasëm ku ka ato gjëra që ju i përmendët. Harame, ku ka harame dhe kjo shpesh interpretohet dhe si shkputje marrëdhënie farefisnore. Pra thonë bie ndesh me fen dhe ngre dhe si akuzë ndaj palëve që nuk shkojnë. Si është qëndrimi i Islamit në këtë moment? Qëndrimi i Islamit është që ti në këtë rast, pra në momentin që në një dasëm ka, le të themi, atë që ne i themi harame, gjunahe, ti je justifikuar nëse nuk shkon. Përveç se nëse ty të ofrohet një vend i veçantë ku ti nuk përzihesh me haramin. Për shembull, dasma zhvillohet në katin e parë dhe ti qëndron në një suite në katin e dytë për shembull. Pra je i shkëputur. Ose prive që janë to. Në prive, po, se suite tash në prive, po. Pra në momentin që ti je i shkëputur, këtu ka tolerancë, nuk ka problem, pra nuk je i përzier. Ama nëse ti duhet të jesh patjetër i përzier, atëherë në këtë rast ty fetarisht lejohet që mos përgjigjesh. Mirë, po na lën problemi tjetër që është problemi i keq kuptimit të tjerë. Mirë është që në këto lloj situatash ne të bëjmë një formë tjetër kompensimi, që do të thotë ne për shembull si veprojmë apo si duhet vepruar, shkojmë tek të afërmit tan para dasmës, shkojmë mbas dasmës. Pra ato qoka, si quhet gjuhën popullore, i bëjmë dhuratat e gjitha, por nuk prezantojmë dot në dasëm, dhe unë besoj se ka mirë kuptim, sepse njerëzit fund e fare e dinë që ne falemi dhe lutemi, edhe e kanë këtë pjesë, pra e kanë atë pjesën e mirë kuptimit, po mund të bëhet dhe diçka tjetër, mund të shkohet si fillim, të prezantohet, dhe pastaj me mirë kuptimin e tyre kërkohet ndjes, pra që mos duket se mungoi apo nuk ishte. Po në momentin që fillojnë pastaj ato alkooli, ato gjërat e tjera, atëherë me mirë kuptim, do të thonë shkëputet. Pra unë mendoj se nëse është dëshira e mirë dhe qëllimi i mirë, do të ketë mirë kuptim. Pra edhe ata do ta kuptojnë. Pastaj puna e raporteve të gjakut dhe farefisit është një punë që nuk zgjidhet ditën e dasmës së ndonjërit prej kushërive apo njërit prej gjakut. Domethënë ne kemi një raport që ata e dinë shumë mirë. Pra nëse ti si fetar, si njëri që falë, nuk i shkon dikujt ndasëm për shkak fesë, edhe ata e kuptojnë. Pra edhe ata ty të mirë kuptojnë se ti nuk e bën dot të gjën sepse nuk është çështja e lidhjeve të gjakut atë ditë funksionoi për herë të parë. Dhe ky ndoshta mund të jetë një problem i mangësisë tonë apo i mungesës tonë në jetën e farefisnisë të gjakut, sepse nëse ne do të ishim vazhdimisht prezent, vazhdimisht kudo pra në gjakun tonë dhe në farefisin tonë, sjelljet tona fetare do të ishin për ata të mirë kuptuara. Në momentin që ka shumë shkëputje dhe largësi dhe vjen një dasëm dhe ti edhe nuk i shkon dasëm, këtu pastaj domethënë ka një lloj goditje, le të themi. Për këtë arsye, domethënë ne duhet të jemi shumë korrekt në lidhjet e gjakut, në raportet tona me farefisin dhe me gjakun ton, në mënyrë që nesër pas nesër, kur ne do të mbajmë një qëndrim fetar, mirë kuptohet dhe përkundrazi nuk ka asnjë lloj paragjykimi. Por kjo nuk na liron nga fakti që ne të bëjmë atë që quhet tradita. Pra tradita është kur ftohesh diku, duhet përgjigjesh me diçka. Dhe këtë ti mund ta bësh atë ditë mëngjes, këtë mund ta bësh një natë përpara, këtë mund ta bësh të nesërmen. E rëndësishme është të jesh korrekt edhe tek kjo pjesë. Në fakt, tregonte një miku që jeton në Norvegji, kontrasti se si është dasma këtu ose si është dasma atje. Dhe thoshte që pronari jon kishte dasëm, si më thon fundjavë, dhe i tha vllajt vet,
Vish ndasëm, i tha të dielën, i tha jo se kam lënë për drek me bashortën time, tha. Domethënë, dhe ky tha Bori çuditha se këtu ke ne, tha, i shput marrë një herë për gjithmonë, në momentin që nuk të vjen, pra është një kontrast, domethënë, dhe mbetet i fortë, por që siç e thatë dhe ju, pra Edhe ajo me fjalë nuk vi dot se jam me drejt ekstremi tjetër, domethënë. Por që mirëkuptimi, mirëkuptimi duhet patjetër. Mos to situata. Ju përmendët pak dhe pjesën e shpërdorimit. Ka disa tradita që dasma bëhet fjala bie 2 ditë, 3 ditë, ose një herë bëjnë familja e vajzës, një herë bën familja e djalit. Pra kush është përdorimi dhe? Shpërdorimi do të thotë të gatuhet më shumë se sa është e nevojshme. Në momentin që bëhet, le të themi, procedura e dasmës me 2 bankete, me 3 bankete, me 3 shtrime, me 5 shtrime, nuk ka problem. Gjithë problemi është mos ketë shpërdorim. Shpërdorim do të kupton ushqim më tepër se sa është e nevojshme. Ushqim që hidhet. Ky është kuptimi i fjalës shpërdorim, do nuk është kuptimi pse u bë shumë. Nuk ka asnjë problemi pse u bë shumë, po mos shpërdoret, pa të konsumohet. Ose ajo që le të themi që nuk përdoret të jetë diçka le të themi minimale, normale, po jo që të hidhet ushqimi i madh që pastaj kalon mëkat, kalon gjuna, sepse Zoti thot, hani dhe pini dhe mos e teproni. Pra nuk ka të bëjë dhe ke numri ftesave, është dikush që është në gjendje, mund të stojë dhe të varfër, mund ta bëj banket madh fare të hapur. Po nuk ka asnjë lloj kufizimi. Pra nuk hyn ke shpërdorimi pjesa e shumës monetare, se sa hyn ke pjesa që ushqimi do shkojë dëm. Domethënë kjo është koncepti. Gjithë ideja është mos shkojë dëm. Kjo është ideja, domethënë. Kur le të themi deklarohet dasma, kur është afati që duhet deklaruar dasma dhe a mund të shlyhet pra nëse dikush e ka lënë tani është bërë me fëmijë, se shohim shumë raste që bëjnë dasmën bashkë me fëmijët. Dasma faktikisht bëhet mas nikahut. Pra bëhet nikahu edhe mirë është që mos zgjasë shumë kjo koha mes nikahut edhe gostis, pra dasmës, edhe sa më shpejt aq më mirë. Pra gjithë ideja është që njerëzit të gëzojnë, njerëzit të prezantojnë, njerëzit të informohen, dhe nëse ky pastaj është bërë me fëmijë e bën dasmën mas 3 vjetësh, kjo pastaj nuk është dasmë, kjo është ceremoni përkujtimore. Kur kanë lënë celebrime pa bërë. O shkëdion që bona vetes. Kjo është o që kanë bërë vetes. Ose këto përkujtimore që bëjnë tani 5 vjetore martesë dhe 10 vjetore martesë. Kjo është sikur më hap ato ditët e pritjeve për vdekje. Kështu që nuk ekzistojnë këto gjëra faktikisht, edhe ajo bëhet para se me bo bismillahin, kur i thon, para se me provu mjaltin. Po e provove mjaltin, pastaj po deshe po dasëm, po deshe mos bëj. Kjo është ideja. Po muj mjaltit lejohet? Gjallë, nuk tani jeta faktikisht do të jetë gjithë një jetë mjalti faktikisht. Se kur thu muaj mjalti, i bie që mas muajt mjaltit filloi muaj qepës, edhe i hudrës. Kështu që si ide që marrin, shkojnë në pushime. Nuk ka asnjë lloj gjëje që të shfrytëzohet, le të themi, koha e pushimit, që të shfrytëzohet, le të themi, kjo koha e lidhjes së re, domethënë që po bëhet, nuk ka asnjë lloj problemi të shfrytëzohet si situatë dhe si rast, nuk ka asnjë lloj problemi. Fetarisht, okay është. Ka edhe një hadith më duket që kur është vajzë rrin 2 javë si është, kurse kur është, domethënë që edhe në Islam pa shumë ekziston kjo. Ajo që mos më dal fare. Mos më dal fare, po kjo është më i mjaltit. Okay. Tani nga që s'len me dal, ikën jashtë ai që del vet jashtë. Okay. Po ekziston faktikisht një lloj raporti, si më thon, më shumë tolerant ndaj rastit kur vajza është, domethënë, e virgjër. Normalisht një përkujdesje më e madhe nga ana e mashkullit për të, domethënë, kushtim rëndësie, po kjo ekziston disa hadithe që një javë është, një javë. Po fjala bie kjo që le të themi dorovitja që i hedhin lek orkestrës ose paraja funfare që japin njerëzit, pra lejohet më dhënë këto raste, si është qëndrimi islam? Tani nëse jepet familjarëve, siç bëhet zakonisht, kjo kthehet tek tradita dhe zakoni. Për shembull, ne në Shqipëri kemi si traditë zakon, si në rast le të themi dasme, si në rast mortje. Pra lehet diçka për të ndihmuar familjarët, ndërsa hedhja pastaj kështu e këto pastaj futen tek ndalezat. Ne nuk jemi fare prezent aty. Po, e kuptoj. Kështu që nuk pra nuk bëhet me hedh lek orkestrës. Shohim disa zona ka dhe një traditë që momenti që del nusja, vajtojnë me të madhe gjithë, domethënë, tamam si vdekje, kthejnë pak a shumë. Kjo hyn ke praktika të ndaluara?
Gjon, nëse është lot gëzimi, lot malli, nuk përbën asnjë lloj problemi. Në momentin pastaj që kthehet në gjëm, kjo pastaj është problem. Vajtim, është vajtim formë që po ne kemi vajza. Vajtim mos se s'po e çojmë ke armiku, po e çojmë ke burrin, në fund fare vet deshëm u martu, se kena martu me zor. Kështu që është normale që prindi përlotet, është normale, domethënë, edhe vajza mund përlotet. Por më përpara, siç thua ti, ka qenë kështu, duhet çajte patjetër. Qante, po që s'do të më dalë nga shtëpia, e nxirrshin me dhunë. I bind fikët ka shumë episode. Kjo pastaj është ekstrem. Kemi dëgjuar domethënë. Kjo është gjë interesante për të qenë studim. Jo, për të qenë disa momente ka shije. Po me kalu deri në ekstrem, a thua se po e martojnë me zor. Po tani nuk ka më kështu gjërash. Ajo ka atë bukurinë e vet faktikisht, ka atë disa pikëlloheshin njerëzit, aq sa gëzoheshin atë ditë dhe pikëlloheshin. Se janë distanca të largëta ndoshta. Distanca të largëta, po edhe ka atë lezetin e vet. Po në momentin çdo gjë ka lezet kur është në masën e vet. Në momentin që pastaj te kalohet në masë, është problem. Pra është e vërtetë që ka raste që kthehen traumë. Gjithashtu shohim që ka edhe shumë bestytni. Po. Hullin oriz, makinë, të kam të grus, lynë derën me mjalë, ku diun pasaj vjera, nxjerrat e gjelin, që përmend edhe episodin e kaluar, jep ato gjelat e arit, domethënë, janë shumë bestytni që... Ka shumë bestytni, fatkeqësisht që lidhen me martesën. Frym poça që shkoj sherrri aty. Ndër këto, le të përmendim se ndoshta edhe njerëzit, domethënë, zejnë mend te kjo pjesë. Prej bestytnive flas për pjesën e Shqipërisë londineze. Nuk e di nga pjesa e Dardanis dhe Iliriadës se si veprojnë, po këtu në Shqipërinë londineze për shembull kanë këto tradita që quhen besytni dhe nuk janë as pak në lidhje me Islamin. Prej besytnive kemi qysh në mënyrë se si lahet dhondri atë dite. Mënyra se kush duhet flej i pari në krevatin e dhondrit, mënyra se si duhet vishet dhondri, mënyra se si duhet qepet, mënyra se si duhet ruhet, mënyra se si do të futet atë ditën në shtëpi, si duhet dali. Kemi tek nusja, kemi mënyra se si lahet, mënyra se si i bëhet, domethënë zbukurimi, mënyra se si veprohet kur del nga shtëpia, dhe kemi dy problematika kryesore. E para bëhet një rrethojë apo një tepsi e madhe, e cila përzihet me oriz, me sheqer, me pare, me karamele, edhe kjo pastaj kur del nusja e hedhin. Kjo ideja është që gjasë me jeta të shkojmë mbar dhe mirë. Këtu kemi hyrë në idhujtari. Kemi të bëjmë me besytni. Pse? Se nuk kanë karamelet e nuk është sheqeri që ta bëjë jetën mbar. Është këtu. Dinë ato të jetojnë apo nuk dinë të jetojnë. Prej besytnive është çelja e rrugës ose përpara, ose mbrapa, ose në të dyja rastet me raki. Pse e bën këtë? Se i kam pyet, po pse e bën këtë? Thotë që nëse ka magji të digjet magjia. Kjo është e kundërta komplet. Nëse ka magji dhe ti hedh raki, dhe ti hedh raki e ke zhvilluar edhe më shumë edhe e ke forcuar më shumë. Prej besytnive ose prej këtyre problematikave është ose që qahasim, është thot nusja kur vjen ke shtëpia për herë të parë, urdhërohet që t'i fusi gishtat në mjalt dhe të lyj derën fillim, domethënë edhe anash kështu. Dhe kjo është idhujtari, pse se nuk është mjalti që ta bëj jetën mjalt, po është sjellja, edukata, komunikimi, është mënyra se si ju do të kaloni me njëri tjetrin ajo që e bën jetën mjalt. Pra, janë disa gjëra që duhen eliminuar dhe duhen zhvilluar gjërat normalisht, pa pas nevojë dhe në përgjithësi, sa herë që ju thon, boni këtë se është mirë, mos e boni këtë se është keq, dijeni se ka falsitet aty brenda. Edhe largoni prej këtyre gjërave se gjuna, domethënë, në një ditë gëzimi, në një ditë mirësie, domethënë të bësh paganizëm apo të bësh besytni. Kur derdhet në pije, thonë mos do bë kanë shër gjithë jetën. Domethënë nuk marrojnë, rrini qetë se nuk ka as problem. Ose thonë për shembull nusja duhet thyr diçka. Po, thym poça vazo që të shkoj aty sherrri gjasmë. Gjasmë të shkoj sherrri aty. Gjithë këto janë besytni, shirk i vogël, pra, domethënë konsiderohet idhujtarie, formë paganizëm. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Përkundërzi mund ndikojë edhe për keq, ke mbarvajtje, ke risku, ke sepse momentin po sepse ke bosh shok Zotit dhe normalisht që në momentin që bie në idhujtari dhe në paganizëm, nuk ta bën Zoti mbar. Pra, vend se për të na ecur mar, na ecën keq. Pikërisht. Pra këto ishin pak a shumë disa nga praktikat
e gabuar ose të ndaluar. Bëjmë një shkputje shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Ja pra kur rikthyem sërish në studio me të ftuarin ton. Hoxhi nderuar, gjithashtu në dasëm, normalisht ne nuk ezarojmë do të gjitha traditat, le të themi folklorin, por që janë ato që njihen vallet e dasmës. A lejohet kërcejnë fjalabi e femrat ose meshkujt, vallet, a lejon? Faktikisht në traditën flas Shqipërisë mesme, për ditë xhumaje, pra që i bjerë 2 ditë para dielës, kanë atë që quhen dasmët. Kanë atë që quhen vallet. Po ne nuk po flasim për këtë sepse ne e prem këtë muhabet që në fillim dhe thamë që dasmat që të jenë halal nuk duhet të kenë aheng, maro historia. Iku kjo. E dyta, kur janë burrat në vete dhe gratë në vete, a lejohet për shembull duke kënu këngë nga më të sepse edhe kjo duhet sqaruar sepse kur i thash dikujt ora kënga lejohet, jo tha nuk lejohet në Islam, ora kënga lejohet me kënu, po nuk lejohet që të ketë tekst gabuar apo nuk lejohet që të jetë shoqëruar me aheng. Vim tek gratë për shembull kur këndojnë atje tek seksioni i grave, a lejohet që edhe të kërcejnë, nuk ka asnjë problemi, por se nuk do të jetë kërcim i egzageruar. Pra ekstravagant, do të jetë diçka brenda normave, nuk ka asnjë problemi. Gjithashtu, shumë çifte të reja detyrohen marrin kredi për të bërë dasëm, sepse është një lloj ndjen të trysnuar nga opinioni. Ky është gabim. Pra ta nisësh gjën më të bukur të jetës, duke i shpall luvë Zotit, duke marrë kamat, se do të kënaqësh miletin, edhe as s'ka për të kënaqur. Kjo është më e bukur se ti po dasëm, njëri thot po si më vlla, po si kishin fut edhe i kështu më vlla, po si i kishin fut ato më vlla, po sa na vonun, domethënë në vend për të falendëruar edhe për të qenë mirënjohës edhe të bëjnë gjykatësin dhe gjyqin mbrapa. Kështu që këshilla ime është jo vetëm për çiftet e reja, po edhe për familjarët e tyre, mos të bëjnë gabim që të marrin kamat, pra të marrin parë në bankë se do të bëjnë dasma. Absolutisht mos ta bëjnë këtë gjë. La yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Zoti s'e ngarkon njeriu te mundësive. Ka që janë mundësitë, çfarë problemi ka? Me familje më shumë. Bravo, mund të jetë dasma familjare. Pra familja ime, familja e Krushkut, edhe njerëzit më të afërt, edhe mbaroj historia. Përse duhet shkojmë në haram? Përse duhet shkojmë gjuna? Ndërkohë që po nis një shtëpi e re, si ta nisim shtëpinë e re duke mëkatuar? Në asnjë mënyrë. Kështu që ne duhet të fusim dhe traditën e dasmës sipas mundësisë. Që do thotë njeriu njerëzit e tij më të afërt gjakut, ai nga familja e vet, ajo nga familja e saj, edhe bëhet edhe mbyllet historia. Pra nuk është të thonë që patjetër duhet të ketë diçka të madhe. Si kanë qenë, le të themi, dasmat në kohën e Profetit alayhis salam ose le të themi në trashëgiminë islame, pra si shumë të thjeshta. Pra me kuptimin bëhej prezantimi i çiftit, nëse binin dakord bëhej nikahu, mbas nikahut nuk zgjaste shumë dhe e merrte nusën ke shtëpia, duke shtruar diçka për njerëzit. Kanë pastruar në një ditë për burrat dhe kanë pastruar në një ditë tjetër për gratë. Kjo ka qenë ajo që ka qenë më e njohura si traditë. Pra nuk i bëshin të dyja në një ditë siç e bëjmë ne për shembull burrat me ikra, sepse edhe kushtet edhe koha sot ka ndryshuar, atje ka qenë pak më ndryshe, ka qenë jeta më e thjeshtë. Pra në një ditë bëshin për burrat, në një ditë bëshin për gratë dhe kaq, domethënë mbyllej. Vetë Profeti alayhis salam, sahabët kanë pas shkuar në dasma kur ftoheshin? Absolutisht që po, janë përgjigjur sepse ka qenë obligim. Pra vetë Profeti alayhis salam tha, është e drejta e muslimanit dhe muslimanit që nëse domethënë e fton ti përgjigjet në dasëm, është përcaktuar dasma në dasëm. Sepse ai mund të thoj për darkë, mund të thoj për drek, ti je i lirë të thush edhe jo. Ama nëse është puna për dasëm dhe e ke mundësinë dhe hapësirën, nuk mund të thush jo. Qartë. Dhe e pyeta pak më parë, po nuk është sjellur kjo pjesa 2 e pyetjes. Pra, hedhja e paras, le të themi tek çifti i ri, dhe sa është kuota, a ka kuotë? Ne tham, kjo gjë kthehet në traditë tek zakonet dhe nuk ka, domethënë, gjithsesi. Domethënë mirë është në tilla situata të ecim me atë që ecin njerëzit. Se shifet pse mholli kaq, pse s'mholli aq, domethënë. Me çfarë kam parë nuk është se i shohin shumë këto gjëra, më shumë shohin prezencën, por mirë është që mos më dal nga trendi i asaj që hedhin njerëzit. Pra saç është norma? Saç është norma, siç bëjnë të gjithë, domethënë, sepse këtu e bën dhe me njëtin e ndihmesës për familjen. Se edhe në rast mortje ka shumë
harxime, po edhe në rast të dasmas ka harxime normalisht. Kështu që është një lloj ndihmese, domethënë për njerëzit që e kanë bërë këtë harxhim le të themi apo këtë gjë të bukur. Në fakt kjo në vendet e tjera nuk është se shihet shumë, po në këto pjesët me le të themi trashëgimi islame ekziston pjesa e le të themi lëmoshës ose ndihmesës që jepet. Pra ndoshta është dhe një traditë islame për të marrë sevabe, për të ndihmuar çiftin. Po, përgjithësi për këtë bëhet faktikisht. Për këtë bëhet që me ardh ndihmë familjes. Më përpara ka qenë më ndryshe, sillnin ushqim. Pra në rast mortje, për shembull, kanë pasjell ushqimin njerëzit e fshatit, njerëzit e lagjes sillnin gatimet e tyre edhe hajshin, domethënë gratë në vete, burrat në vete. Dhe unë e kam përjetuar këtë. Pra nuk është se e kam dëgjuar, po e kam përjetuar. Ndërsa kohë tani më ka ndryshuar dhe njerëzit s'po gatojnë për veten e vet, sot jo më gatojnë se i ka vdek dikujt një njeri apo se po martohet dikush. Mbetet pra le të themi simbolika e solidarizimit në këtë rast edhe e festimit. Po. Pra me pak fjalë hoxh, gëzim po, dasëm po, lajthitje jo. Pra, kjo është ideja, po edhe jo shpërdorim domethënë. Jo, po lajthitje në gjitha dimensionet domethënë. Mos shkohet në teprim, por edhe mos jetë nga ana tjetër kursim i madh që të ketë pasoja. U përpoqëm të zaurojmë sot sa mundëm nga traditat e dasmës. Ju falenderoj në emër publikut për serimin që na bët dhe qëndrimin që ka Islami pra karshik këtij eventi madhështor. Gjithashtu falenderoj teleshikuesit për vëmendjen që na kushtuan. Deri në emisionin e ardhshëm, asalamu alaikum.